Open your eyes, open your mind. We are the Wings. Wings, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant, you light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the Wings. It's a magic night, the sky is all blazing. New adventures are calling for us. Join the Wings, we can ride it out, no time for hesitating. Bring color to the world with your imagination. Wings, love, forever and ever. Wings, if your hand is holding mine, we can fly to space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant, you light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Wings, you magical wings. Among the stars you are wings. A mystical light of fire under the silent wings. Në episodin e kaluar, Blumi, Flora dhe specialistët luftuan kundër një skuadre të fuqishme ninjash në mbretërinë e Skajt në Iraklion. Pas shumë pengesash, arritën të shpëtonin princeshën Diaspro, ndërsa në Alfea, Muza u ndesh me Stormin dhe arriti ta mposhte, ndërkohë Stormi u betua se do të merrte hak. Jetërë ndonjëherë nga qetësia. Pas disa orësh do të ketë një koncert të madh të Shatërvani i Kuq dhe unë do të dal në skenë. Blu mendon se zëri im është fantastik dhe se publiku do të gëzojë dhe do të këndojë bashkë me mua. Ajo është e bindur se sot do të filloj karriera ime dhe drita do të ndizen një e nga një. Më kujtohet se një herë më ke thënë që të jesh në gjendje të këndosh duhet të kesh besim te publiku yt. Mami, si u ndjeve ti për herën e parë kur dole në skenë? Kurime, nxënësia juaj tregon një pjekuri të madhe artistike për të moshën që ka. Ajo punon shumë dhe ka një dhënti të lindur për muzikë. Kjo është gjë shumë e rrallë. Këtë lule jam për ty, nën. Të doja që deputimi im të ishte si yti. Për fat të keq nuk do të mundesh të më shikosh sot. Por unë do të këndoj për ty. Muza, shpresoj se do t'i jesh gati për koncertin, sepse do t'jetë një mbrëmje që nuk do t'a harrosh kollaj. Muza more fund. Ha 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 ha. Sigurisht që do ta fitoj kupën sekrete sot, por vetëm nëse marr një puthje për shans. Pa të shohim, të pëlqen buskuqi me lule shtrydhe? Apo të pëlqen më shumë me shije qershie? Oh, sa shumë më pëlqen ti jam vetvetja. Ha? Çfarë është kjo? Një buskuq? Po unë kërkova këtë.
Oh, hey, ç'kemi mos, jemi gjithë bashk? Unë po kërkoj dikë që të më jap guximin për finalet. Ikës duku. Por unë Një, 2, 3, 4. Praktikuar ditën e natë për koncertin, por jo gjithçka po shkon si duhet. Under a sky without the stars. Ja ku je. Under a sky without the Brillante, për herë të 23-ta. Tani le të pushojmë pak për të ngrënë. Duhet të marrim karburant. Ende jo, vajza, ma jep saksofonin. Dua ta provoj edhe një herë. Mos u çmendë gjë Stella, ky saksofon kushton shumë. Musa, shiko kush ka ardhur. Babi! Surprizë! Musa vajza ime vogël. Muza e vogël e babit, shumë interesante. Faragonda më ftoi këtu. Ajo tha se vajza ime po bëhet gati për gjëra të mëdha. Mendova se do të gjeja duke studiuar këtu në Alfer. Një koncert i madh do të bëhet në fund të turneut të përvitshëm. Dhe me që Muza po mendon të bëhet një këngëtare profesioniste, mendova se do të ishte një mundësi e përsosur. Unë e vlerësoj këtë, por nuk mendova se do të vije këtu, babi. Babi, çfarë ka që nuk shkon? Musa, ende mendon të bëhesh këngëtare? Po, dua të bëhem, për vete dhe për mamin. Musa, kemi gjëra për të diskutuar dhe privatisht, të lutem. Në këtë pikë babai e ka takuar Rivenin dhe nuk i pëlqeu fare. Po si mund ta gjykoj dikë që e ka parë vetëm për 2 sekonda? Ai nuk të respekton, është rebel, arrogant dhe nuk ka sensin e përgjegjësisë. Kjo nuk është e vërtet. Të gjithë thonë kështu. Ai ka vetëm një rivalitet me Skyn, vetëm kaq. Nuk mund të zgjidhje dot një princ të paktën. Mund të mos e kem të lehtë të kuptoj me Rivenin, por të paktën ai është i ndershëm. Mami, ç'të keq që ka të ndjekë shëndrat e tua? A nuk e ke bërë dhe ti këtë gjë me babin? Ju jetuat vetëm për muzikën. Më beso, zonjush, ky do të jetë koncerti ynë i parë dhe i fundit. Çfarë? Si mund ta thuash? Muzika ishte jeta Po jote. flas për jetën tënde. Ku mendon se do të çoj kjo puna e vallëzimit kur ti je 30 ose 40 vjeç? Si do ta mbash familjen? Unë dua të jem këngëtare, jo balerin, dakord? Pikërisht këtë gjë s'mund ta lejoj unë. Mendon se më pëlqen të zihem me ty? Ndoshta, por ndryshe pse po e përjashton veten nga kjo? Të pëlqen të jesh i zemëruar? Maja jote s'të ka mësuar shumë gjëra, apo jo? Ti dhe mami më keni mësuar të besoj në ëndrat e mia dhe të luftoj për to. Si mund ta harrosh këtë? S'duhet ta kishe thënë këtë, Musa. Nuk po më lë të zgjedhje tjetër. Do të transferoj në një shkollë tjetër, ha? Nuk vjen keq, por një ditë do ta kuptosh. Nëse do të flasësh, unë jam këtu, mirë? Babi im ishte një muzikant i ri që e takoi mamin në koncertin e saj të parë.
Që kemi? E kam shkruar këtë pjesë për një soliste dhe mendova nëse do të doje ta këndoje. Mirë, por më duhet të kthehem nesër pas dite në shtëpi. Si thua ta lëm për nesër në mëngjes? Në fakt, babi nuk ishte kompozuar asgjë, dhe kështu i desh të shkruante të gjithë këngën brenda një nate të vetme. Pjesa nuk ishte asgjë speciale, por mami tim i pëlqeu ta këndonte. Mami dhe babi patën një lidhje romantike si në përrall. Ishin shumë të dashuruar, ju pëlqente të punonin bashkë. Por më vonë puna i stresonte dhe nuk ju sillte shumë të ardhura. Babi nuk donte asgjë tjetër, veç ta shikonte mamin që t'i realizonte ëndrat e saj. Në këtë periudhë lindë ti? Megjithëse ata ishin shumë të varfër, gëzuan shumë që linda unë. Babi thoshte gjithmonë se dita që linda unë ishte dita më e lumtur e jetës së tij. Po pastaj çfarë ndodhi? Mami u sëmur, nuk ishin paras për të bler ushqimi, jo më për të bler ilaçe. Mami vdiq, s'mundëm të bënim asgjë. Babi nuk e kaloi dot kurrë këtë traumë. Ai nuk kompozoi më asnjë notë vetme dhe unë ngela njeriu i vetëm në jetën e tij. Unë mendoj se babai yt është i friksuar, se nëse ti ndjek rrugën e muzikës do të përfundosh si mamaja jote. Oh, Leila. Unë dua të jem zana e muzikës. Nuk dua t'ju humb as juve dhe as papin tim. Kjo s'ka për të ndodhur kurrë, Musa. Ti sot duhet të bësh një spektakël të mrekullueshëm dhe mos mendo për asgjë tjetër, në rregull? Disa ditë janë të mbushura me gëzim dhe këto ditë nuk harrohen kurrë. Dhe tani, zonja dhe zotrin, doja të ftonja në skenë zanën më të bukur të Altheas, Stella. Dhe ka momente që gjithçka shkon shumë mirë. Para shumë. Tani kjo është pjesa e Stellës. Solo e ime e ka radhën më vonë. Faleminderit të gjithëve. If your smile disappears and you're feeling blue, sing along with the wind that's blowing. There's a rhythm inside you that won't stand still. Start to move and you'll find yourself dancing. Spread your arms straight out like a kite turning in the sky. It's a song for you and everything will be as good as can be. And it'll seem like dream the world around you starts to shimmer and beam. Oh yeah. When the going gets tough and you feel too weak, keep believing the voice that's within you. It's a moment it won't last your whole life through. With some magic and love you can fix it. Lift your head up high, you'll be a shining star tonight. It's a song for you and everything will be as good as can be. And it'll seem like dream the world around you starts to shimmer and beam. Oh yeah. Do 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 da do dee da 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 do do do. Miro pafshim, ishte mrekullueshme. Më falni. Dhe tani, për ndër të themeluesve të shatrëvanit të kuq, specialistët tanë do të kërcejnë këtë ndrëmje për ju. Vallëzim tradicional të zjarrit.
Ku do jetë ajo bukuroshja që pash sot mëngjes? Brandon, ti nuk e ke fare mendjen. Kjo është rradha ime. Muza nuk do të mund ta refuzoj sfidën dhe unë do ta poshtroj para të gjithëve. Ato drita janë për mua. Erdhi dhe momenti im. Prit të rregulloj pak tani. Qetësau vajz, do të dalësh mban. Është vetëm nota e parë dhe kam frikë se do ta humb të ruan. Hej, Musa, shiko, elfët kanë ardhur të të dëgjojnë ty sot. A nuk duhet i thuash që... Zonja dhe zotërinj, zana shtriga dhe specialist. Nuk po e kap notën. Me kreneri të madhe ju prezantoj këngëtarën e radhës, yllin e vërtet të kësaj mbrëmje. Të lutem, mami, më qëndro pranë tani. Ju lutem, mirëprisni Musën. Kënga që kam shkruar titullohet Qiell me yje plot. There's an emptiness you left, no one else can never fill. Now you're gone, and in my heart there's a pain that just won't heal. Here in this silence, I hear your voice ringing in my ear. Now that I know you're not here with me, the things I did mean nothing now. I'm like a frozen river that can't flow no more. I'm here alone, under a sky without moon and stars. I'm here without you by my side. Ja ku je e vogël. Shami për shpirtra ndëndjeshëm si ju. Oh, no, no, no. Under a sky without moon and stars. Babi, jo! Doni mirë të qetësojeni ose plakushi do ta pësoj keq. Muza, të dua ty dhe vetëm ty. Lëshoje babin, ai s'ka lidhje me këtë. Nëse do këtë plakush të dobët dhe patetik, e atja zësh vëndin. Dhe po lëvizi më do ta pësoj tamam si ty. Mirë, Stormi, e kërkove vetë, e pranoj sfidën. Wingsat magjik! Jepi Muza, por mendo se çfarë do t'i bëjnë këtyre njerëzve këto bombat e tua sonike. Vërtet do t'i vrasësh? Muza, të lutem. Jo, Muza, mos ju dorëzo asaj. Mirë Muza, të dy e dim kush është më e forta këtu. Dëgjoni, duaj që të gjithë ju të më ndihmoni. Le të këndojmë të gjithë së bashku një këngë. Çfarë? Mendon se muzës i ka ikur mendja fare? Një këngë e trishtuar tamam për momentin. Këndoni! Forca, ju idiot! Bëni atë që thot Muza! Këndoni bashk! Që të gjithë bashk! Keni besim te Muza! Ajo e di se s'po bën! Forca, këndoni! Kjo ishte, mos keni turp! Çfarë do të vërtetojmë me të kjo? Musa po kanalizon fuqitë e thella të muzikës. Shpirti i asaj shtrigës së keqe do të emocionohet. E ti, fuqinë e këngës tënde. Jo, çfarë po ndodh fuqive të mia? Jo, faltuar qofsh Muza! Stormi u largua nga ndëtesa.
Scherzo, magji e një këngë dashurie nuk ka vrarë njeri. Do ta shikoni. Do të dëgjojmë përsëri për Stormin. Zotri, mirë jeni? Mos jeni vrarë? Faleminderit, Riven. E kisha gati për ty. Babi, Riven. Dhe tani mbaroj. E dhash koncertin tim të parë. Dhe ti kishe të drejtë. Unë i besova publiku tim dhe gjithçka ishte në vendin e duhur. Fuqia e këngës është vërtet magjike. Pas gjithë kësaj që na ndodhi neve mendova se muzika i ndante njerëzit, por sot e kuptova se kjo gjë s'është as pak e vërtetë. Në episodin e radhës të klubit të Wingsave, zanat shkojnë në Gardenia për festën e Halloweenit. Armikja e vjetër e Bloomit, Mitzi, ka një plan në kokë, ndërsa Jolie parashikon një fund të keq. A është shtëpia vërtet e magjepsur?